La Guerre, lufta, ishte festa që solli në Shqipëri Luis Miguel Varela Mendez, një 21 vjeçar me kombësi portugeze. Një festë e përjavshme në nder të kulturës franceze zhvillohet çdo të hënë në ambientet e kompleksit Principote në zonën e klubit El Coia. Principote është një kompleks luksoz buzdetit në rivjerën shqiptare përballë 3 ishujve në Ksamil. Një plazh privat në ujërat e Jonit, ndër zonat më të shtrenjta dhe elitare të jugut, ku aksesi për shqiptarët është gjithnjë e më i vështirë, duke e kthyer këtë hapësirë në një destinacion ekskluziv të luksit. Mbrëmjen e djeshme, ashtu si çdo të hënë, La Guerre nisi me 4 DJ të ardhur nga Franca, posaçërisht për këtë natë. Mes të pranishmëve kishte edhe shumë shtetas francez. Mes tyre ishte edhe viktima, një iri vetëm 21 vjeç, i cili kishte zgjedhur Shqipërinë për të kaluar pushimet e tij dhe për t'i besuar asaj që njihet si një prej vlerave më të mëdha të shqiptarëve, mikpritjes. Siç shihet edhe në pamjet e siguruara nga zëri, festa ka vijuar deri në orët e vona të natës, në kulmin e atmosferës së një nate gushti, pa e ditur askush se pak më vonë ajo do të përfundonte në një skenë tragjike. Sipas dëshmive të mbledhura nga zëri, gjithçka dyshohet se ka nisur pas një konflikti mes të riut dhe disa personave të tjerë, po me kombësi portugeze. Një vështrim, një fjalë më shumë për një vajzë shqiptare dhe debati i shpërshkallëzuar në përplasje fizike. Kjo ngjarje është një nga episodet më të rënda të këtij sezoni turistik, por ajo nuk prek vetëm çështjen e sigurisë në një prej destinacioneve më të frekuentuara të rivjerës shqiptare. Ajo prek diçka shumë më të thellë, thelbin e një prej vlerave me të cilat shqiptarët janë identifikuar ndër shekuj, mikpritjen. Luis Miguel Varela Mendez erdhi në Shqipëri për të parë Maldivet e Evropës, për të shijuar brigjet e Jonit dhe për të prekur nga afër një vend që prej vitesh e shet veten edhe përmes një prej virtyteve të tij më të njohura, mënyrës se si i pret të huajt. Në traditën shqiptare ekziston një shprehje e famshme e kanunit: shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Në traditën e vjetër shqiptare, i huaj që hynte në derën e një shtëpie nuk konsiderohej më thjesht një kalimtar, ai bëhej mik dhe bashkë me mikun vinte edhe një përgjegjësi: ta mbroje, ta nderoje dhe të siguroje që të dilte i gjallë e i paprekur nga dera ku kishte kërkuar strehim. Kjo është ajo që e ka bërë mikpritjen shqiptare një nga historitë më të forta të këtij vendi. Por sot, një 21 vjeçar që erdhi në Shqipëri për të festuar, për të pushuar dhe për të njohur rivjerën, nuk do të kthehet më në shtëpi. Një natë e quajtur La Guerre, lufta, përfundoi realisht në luftë, me një të ri të masakruar mbi shezlongët e një prej plazheve më luksoze të Shqipërisë. Historitë me Cuba, nga Rjolli në Zvërnec e tashmë në Sarandë e Ksamil, nuk mund të bëhen normaliteti i rivjerës shqiptare, sepse mikpritja nuk është një slogan turistik, dhe kur një mik vritet në derën tonë, pyetja është për të gjithë ne: çfarë po humbim dhe çfarë po fitojmë?